çka tjetër për të shtuar, lidhur me atë që po ndodh. Keni parasysh një gjë. Gjithë kjo lukuni e madhe, videosh e gjithë këta gazetarë, gjithë këta lloj ndërkombëtarësh në media që papritur u bën të interesuar për Shqipërinë, për mjedisin, për zogjtë e Shqipërisë. Nuk e kanë fare me mjedisin dhe zogjtë e Shqipërisë. E kanë secili për agjendën e vet në vendet ku janë. Disa e kanë me Izraelin, që u fut kot fare në këtë mes, ndërkohë që institutor kryesor janë dy vëllezër musliman të famshëm në lindjen e mesme për sukseset dhe investimet e tyre dhe që vinë nga Katari, një vend që s'ka marrëdhënie me Izraelin. Disa tjerë kanë kundër presidentit Amerikës, të cilin gjysma e duan, gjysma e urrejnë, dhe ndaj të cilit mediat dhe të gjitha sistemet online turren për çdo gjë. Disa tjerë kanë se nuk duan që Shqipëria ta ketë këtë projekt. Janë konkurrent normal, të vinë 4 miliard në Shqipëri dhe me këto emra Shqipëria bëhet një pikë referimi si asnjëherë më parë dhe si asnjëherë më pas në rast se ne humbim këtë mundësi. Po ndërkohë, mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë të rrëmuja që dalin në për media, në për rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin rrethin katror dhe pastaj i quajnë rrethin katror, tek lloj personazhe që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht të shqetësuar, vajzat e djem që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të dëmtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të regjistrimeve në Sarandë, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend, që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur, pra për të si ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turist këtë vit. Mbase këtë doni, unë nuk besoj që këtë doni, por mbase ky është edhe qëllimi, që të jetoj vetëm me flamengot, të cilët 99.99% e atyre që i mbrojnë si kanë parë në jemë sy.